A ki diçka për duan gjitë? Dhe ndeshta jap, mere provuje edhe këtyre. Çfarë do këto? Një çaje pen me ta. Hajde të këshyrëm që të borin qëtë. Për shembull, për sheqere ban këta, për veshka ban këta, për depresion. Kush ka depresion quhet e une? Dora është edhe një far ilaçi. Ja. Në vete. Qëre, se di ku pe qëtë pjatën, po dikujna për shembull i ban, haje diçka, po dikujna... Dika në ratëk. Apo më tregon, a ki diçka për duan gjitë? Për duhan gji? Se kretë shqiptarin, një shumicë e madhe janë duan gjitë. Që ku e kam që në e këshyrme, nësë da kamera morë në bazë? Duhani, që po thot? Melon duhani po thot, firi i krunit. Na shta pelo duhani në ne. Kjo është firi i gurit. Kjo rritët në përplasat gurit, është i mirë edhe kjo. Vetëm një fije del kush e ka mujt me pakta. Se ka mërmenja, mu i melon duhani. Në vade, ndeshta jap, mere provuje edhe këtyre. Çfarë do këto? Një çaje pen me ta. Si qaja? Një fije, një qaj 2-5 decilitra ose 3 decilitra. E qëtë e pin. Para se motor qefi i duhonit. Ta këshyra mën pepetën ama sa ne. A ka pas kërkesa s'ka për dhe? Po vëlla, ka kërkesa. Ka, po nuk e besojnë pak, po qëtë ku e nin, për shemë për dikoj, thojnë po hajde po him të kjo, unë i kam edhe 3 lloje firnav. A bete shka në firi? Na i kemi ato ledinat plot me firi. Mirë po se që, ose unë në atë kohë se kom ditë se çfarë efekti ka firi, apo din. E këto dikush që i ka lexu mirë e din, një për ty në është për shembull për punë dohonit. Ti me ndesh me lon dohonin, hajde të Pa desh vet, pa t'jova. Sa dush pin. Pas kemi plot për sëmundje. E sa lloje e përafërsisht sa lloje të sëmundjeve. Deri më tash sepse pas ka shumë. Qysh sa lloje, po sa ki efekt. Unë për smundje të ndryshme, po sa lloje type as nuk i kom numëru tash se sa lloje, po faktikisht janë për këtë ajo është për shembull 1000 në fletë, ajo është bori akilit që jam te gri tash se këshire. Ta mungesë kam. Kjo është domethënë për zezat e lukthit, zorrës trash, domethënë edhe kjo është në thartira, mbi pesh, nën pesh, hemoroide, për hemoroide është shumë i mirë. Unë kam atë farë literaturën gjermane që e shkruan aty ne, bori akilit ose 1000 në fletë ose me dialekte të ndryshme e njohin këta. Shumë i mirë edhe ky është nishi piket që ty në qaja është me, apo dhe. Ta e kom pas nishin, ta në këta. Mirë pa përshë ky që është prath, tash sot do të me nërejsh me njerë. është numrin e, është pak si në tithë me pi, po është shumë ilaç është. Hajde të këshyrëm që të borin qëta. Ashtu i kom pas tuba, edhe tash kur jetë për shembull një pacient ose klient nuk pedon me tuba, po pedon në formë të grinë, e shtrusi pak ma shumë, që a peshe a, po, që me pasën tash për një muj ditë në ta. Një muj ditë, fantastik është. E gjatë tash sezon e dimrit? Tash jam të pregadit, para se me 15 dhjetor, bon 5 vjetë që ku marrë këto. E tash mi thonë jubileum, a që shti thua të ne ajo farë për vjetori, 5 vjetori, po. Jam të bo pak gati, edhe atëherë të na është edhe vakti që vinë edhe gurbelqartë, mirë se është në ata. Unë i përshkaj ata po vinë. Ti përshkoj në... Ja, në përshkaj. Ke po me hila, dhe Allah këndesh me netë, po, se këto... Se të vina këmorë. Je kone mirë se ardhën, me ardhë, bashkë je kone qëllume me ardhë, që atëherë këtone për jubileum. Ja shiranin, gazetarëve tjerë. Anë ti vje masanej. E do t'ju marajtë në edhe qaj, për 5 vjetorin, një aperon është e bajnë një urë, ta këshyri, se qysh musha mu pregatit, kitë lugun të e atëherë musha mi drejtu, mi qitë në përvejnë. Po që në punëtori jem tash, logaritën mu? Po jena? Krejt që të t'i ratoj, sa hura. Ama ka në efekt, tani nuk e di. E, sheti, me punën e shetana, sto kur që tash që love spontana, e njite, telefonat, kur vinë, e shetana vetë, ose ma mirë ohonë mu konë edhe kamera me moni non-stop kur jetu punu këtu, kur jenë dikush, edhe thotë mboni hajrë, së mboni hajrë. Unë më që dhe është prej dorës, valla. Ti a ki dorë këtyre punë. Ja, da, e dorë, prej mesërit. Dora është edhe një fari ilaçi. Ja, në vete. Qëre, se di ku pe qëtë tjatën e po... Jo, po thëmë që në nuk dimi përgadit në njërën që përgadite. Po. A se po thotë e Dora, nëse unë për marrë edhe pak si me shaka, me hajgare, po. Edhe
dush me ne të kësaj pune gati. Kjo nuk shkon, hajt inshallah nashta bëhet apo den, hajt inshallah nashta i banaj. Po duhet shpëri me këto produktet e mia që janë mia, po them mos e të mjekësisë kushdo që i punon. Në atë kohën e caktuar duhesh mi ter mirë, duhesh krejt për me bën atë munin që prime mi dhonën rezultat ai që e merr. Po sot isha me thonë që duhet me pas kujdes, që duhet me pas kujdes për punimin e tyre. Që çifti jam nuk ja ka haberin i përzin këtë lëmshim. Po për çfarë ti më bën me punu? Një çani se të igëll, çfarë më thon? Për këtë smujat. Për fiç ato. Ja, tana dikujt na për shembull i ban, hahet diçka, po dikujt na dekaneratë. E kështu duhesh mi sortiru, për shembull, për shembull, për sheqer e ban këta, për veshka e ban këta, për depresion. Kush ka depresion quhet e une, po e kam për depresion edhe këta, për shembull ai furti, ky mentat që i kam këtu në mesatare, që ashtu të na e kështu me radhë. Kate, faktikisht për këtë i ka. Falenderoj shumë. Suksese, ta uroj edhe për vjetorin, se nuk jam këtu, tani. Faleminderit. Mirë se vjen mas e ta. Je e mirë se harë kur do herë se je nishi. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë. Zonësat janë të interesuar më arë, po nuk janë të interesuar edhe me mësuar. Milion zonësat bashkështu, lirë milion ata nuk bën hiç. A mundesh me e kalu një nxans, nëse nuk mësam, po kur orën mësimore nuk ta ka pengu? Një zonë që rrinë 6 orë në ditë vjen aty, ai për një notë kalu është. Problemet e këtë shqiptarëve që i kanë. Cilat janë ato? Probleme ekonomike, sociale. Jeta e shtrejt, ç'kur të shqip? E puna po ka tregan? Punë? Punë ka, kush do me punu ka. Ku që as gjedhin shqiptarë se çka me punu? Pak zgjedhin, pak. A punën jo? Po. A me ditë çka? Në arsim punoj. Sa vite? Që 38 vite. A është puna ju e parë? Puna e parë. Trega pak sa ka qenë vështirë për ty fillimat, sa e vlerësu për kontributën. Po përpara në arsim o vlerësu puna mësim dhënë si të vlerësua, tash shkohet fundit pak e hiq. Ka ra interesimi, si të nxënësat, si të shoqëria, në përgjithësi ka ra. Nëna pak të nxënësat. Më fal pak për ta, sa janë të interesuar me mësu edhe me ardhur në shkollë mas pare. Nxënësat janë të interesuar me ardhur, po nuk janë të interesuar edhe me mësuar. Ç'është niveli i arsimit? Niveli i arsimit, më thonë, në atë mesataren, i mirë. S'muj me thonë shumë i mirë, i mirë. Po e bën një farë dallimi çysh ka qenë interesimi i nxënësave më herët, çysh e tash, me qenë se tha 30 vite apo? Po. Trega pak sa kanë qenë interesuar atëherë, edhe sa janë tash, edhe pse nuk janë tash të interesuar. Atëherë po ka qenë pak interesimi më i madh se pak mjetet e komunikimit kanë qenë më mangi e tash përgjithësi pak këto rrjetet sociale këto edhe kanë nxënësat pak i kanë. A mendon që po mësojnë edhe prej telefonit edhe rrjeteve sociale? A ka mësim edhe prej saj? Ka mësim për se nëse i përdorin drejt edhe mirë që do të ka interesim. Shumica në përgjithësi shohim që rrjetet sociale i përdorin më shumë si për argëtim. Për argëtim më pak për mësim. E çfarë lëndeje? Teknologji informatik. Kur s'ma ka desht, që unë po të kalzoj, kur s'ma ka desht anglishin as matematikën. Ja, ne basi është lëndë të tërheqet tash për kohët fundit që po çmohet shumë të nxënësat edhe ka një interesim tash të mjetet e informimit më shumë. E trego pak, a je profesori vështirë? Po. Nxënësat për krejt i vështirë, kjo i vështirë ai. Po. Pse? Po pak më milion nxënësat bashkështu lirë milion ata nuk bën hiç. Cilat janë 3 rregullat apo rregullat që ti ki? Momentin që hyn në klasë edhe zhvillon orën. Momentin që hyn në klasë, disiplina me qenë nivel, angazhimi, përgatitja për orë mësimore, me qenë to. A mundesh me e kalu një nxënës nëse nuk mëson, po kur orën mësimore nuk ta ka pengu, as edhe me një fjalë të vetme? Një nxënës që rrinë 6 orë në ditë vjen aty, ai për një notë kalu është. A më me mësu nuk mësën Londën? Mëson, si të vjen që aty e kemë mësu diçka. As një pyetje nuk e. Nuk ka ndodhur edhe vetë në klasë me pas për. Mëson, nuk ndodh ashtu një nxënës që vjen edhe mos më mësuar. Mos më di diçka.
Që vjen i rregullt në shkollë, ulet, pa mësu. Patjetër. A mendon që ka ndryshuar koha për të mirë apo për të kaq? Koha ka për të mirë, to që koha ka ndryshuar për të mirë, tash s'mundem me që ne. Qysh kemi qenë para 30 vite, 40 vite, tash koha ka ndryshuar për të mirë. Atëherë ka qenë më vështirë. Kushtet ekonomike kanë qenë ashtu, tash pak më është. Faleminderit shumë për kohën.